Mirë se keni ardhur në panairin e librit për vitin 2025. Me çfarë përshtypjesh keni nga ky panair? Shiko, të them të drejtën, jam shumë e impresionuar nga pjesëmarrja e vizitorëve, të lexuesve tan, mes të cilëve ka edhe lexues edhe jo lexues, sepse ka shpesh prej tyre të cilët vinë thjesht për të parë, po për ne është e rëndësishme edhe komunikimi me ata që janë më indiferentët, bile do të thoja që edhe për ata do të kemi më shumë vëmendje, sepse ne duam që t'i shtojmë lexuesit tanë, jo vetëm të kujdesemi për ata që na ndjekin, por edhe ata që janë të rinj. Kështu që mjedisin të gjithë të stendën tonë ja kemi kushtuar të gjitha botimeve tona, jo vetëm atyre që janë të reja, që i kemi botuar në vitin për gjatë gjithë vitit 2025, por edhe botimeve të mëparshme, sepse interesimi i lexuesve është i shumtë. Lexuesit tanë na ndjekin gjatë gjithë vitit, pa diskutim përmes librarive apo përmes bibliotekave, por kjo është një hapësirë shumë e bukur ku t'jep mundësinë që ti të shohësh shumë më tepër se sa shikon në një librari. Atëherë, kemi një sugjerim të vogël, a mundet që ky panair të vinë në çdo qytet të Shqipërisë? Shiko, është shumë e rëndësishme që ne të komunikojmë me lexuesit, jo vetëm në Tiranë. Ka një traditë të bukur që përveç panairit tradicional të nëntorit, zhvillohen panairet vogla, mikro panairet, do të thoja, gjatë verës. Ka pak në Vlorë, pak në Sarand, edhe në Lezhë ka filluar, edhe qyteti i Shëngjinit ka filluar ta krijojë si traditë të vogël, por janë sporadike, nuk janë tradicionale. Do t'ishte mirë, pse jo, sepse lexuesit nuk janë vetëm në Tiranë, lexuesit janë në gjithë Shqipërinë. Do ishte mirë që të kishte më shumë shtrirje, sepse ne për fat të keq kemi dhe qytete që nuk kanë librari, si qyteti Kukësit apo ndonjë qytet tjetër që lexuesit i gjejnë librat në ndonjë kancelari apo në ndonjë vend që shet edhe gjëra të tjera edhe porosisin libra. Faktikisht ka edhe një mundësi shumë të mirë tani që na i krijon këtë mundësi teknologjia, sepse edhe shitjet online janë një mundësi shumë e mirë dhe është një hapësirë shumë e bukur që mund ta shfrytëzojnë të gjithë ata që merren me editorinë e librarive, sepse edhe libraritë virtuale janë një mundësi që ju krijon lexuesve për t'i njohur, pse jo edhe më shumë bile, sepse marrin më shumë informacion përmes sajteve të ndryshme. Ne kemi sajtin ton www.ideart.al dhe www.botart.al.